Ju mendoni që unë i kum harrue edhe sulmët që në kanë mojt në nësëndim edhe perandoria bizantine dhe ajo romake. Po ju, në realitet në këtë video kum jau të regu sepse shumë po mendojnë që unë i kum harru këtë fakte, po nuk i kum harru. Kështu që ndëgjej këta që kum jau lexu e pastaj i kam do fjallë për këtë pjesë. A e dini se trojet shqiptare kanë kaluar mbi 1400 vjet mes luftrash dhe pushtimeve. Pas ndarjes së perandorisë romake në vitin 395, trojet shqiptare ran kryesisht në perandorin bizantine. Me kalimin e shekujve, ato u sulmuan ose u sunduan edhe nga fuqi tjera si bullgarët, shtetet mesjetare serbe, venedikasët dhe më vonë perandoria osmane. Qëllimi këtyre fuqive ishte zgjerimi i territorit dhe kontrolli i zonave strategjike. Por megjithse shqiptarët jetuan në sundime të ndryshme, ata arritën të ruanin gjuhën, zakonet dhe identitetet e tyre. Kjo është një nga arsyet pse historia e shqiptarëve konsiderohet historia e qendresës dhe mbijetesës ndër shekuj. Pse unë deshta mu merr me këtë temë është që po duhem ja tregu vendin disa islamofobave që mundohen por çdo herë me kritikue fenë islame, veç pse perandoria osmane kish pas qenë musliman. Ju e dini shumë mirë që unë e urrej Turqinë me zemër, do me thonë, sepse njëjtës sikur çdo perandorit që na kanë sundue për vite me radhë. Por arsyeja pse po postoj këtë video është që shumë krishterë mundohen më kopte kjo tema e perandorisë osmane. Por a pesheni që 1400 vjet na ka mojtë në sundim perandoria bizantine dhe perandoria romake. Mos u mundoni me kritikue vetëm fenë islam. Po kanë thonë këta të mëqmit mas pari nesja për jo burrit tën, ta naj, nëse she gabim në burrin tjetër, mund është me fu. Sepse as feja krishtere, do më thonë, perandoria që pas ka qenë perandoria bizantine ose romake, nuk jën konë ndardhat buta. Prandaj, fejn unë e besoj që faret ma dë zemra. Fejn për shembull nuk ma përfacën Turqia, ma përfacën veç ajnalt, ati i kuf shafar.